Adi, na ke premtuar që sot si premte që është, do të na rekomandosh një recetë tepër speciale. Sot jo do rekomandoj një recetë vërtet speciale, ku është një recetë indiane, që quhet pul me kerry. Ku përbërësit për të bërë këtë recetë janë mishi i pulës, si në këtë rast ne kemi gjoksin e pulës, fileton, kemi plurin kerry, që janë dy përbërësit kryesor të recetës, kemi spec të kuq të pre julien, spec e shil të pre julien, kemi seleno të pre julien, karrot të pre julien, kemi mollën jeshile, kemi kërpull të freskët, kemi konjak, kemi edhe pak ujë. Në këtë rast nuk duhet asë, domethënë të themi, asë koncentrat pule, ose perimesh, ose thjesht ujë. Kemi edhe kripën piperi. Mirë, atëherë ma të pa unë bërko, letin se përgatitjen e recetës. Ndezim zjarin, ndezim zjarë më të fort, ku na duhet vërtet i fort në këtë rast, ku do skuqim në fillim mishin e pulës. Atëherë kemi shtuar gjalpin dhe fillojmë me mishin e pulës duke e prerë në fije. Është një recetë vërtet e shpejtë dhe shumë e shijshme, Iva. E veçantë, pra një recetë indiane. Është indiane, ku indianët pasi kanë shumë erëzat vetat, domethënë të tyre, ku në këtë rast ne kemi plurin kerry, ato kanë dhe zaferanon, kanë dhe, siç kemi këtë plurin edhe, kanë dhe një salcë, është salcë kerry, po ajo është shumë e fortë në shije. Dhe për ne nuk është shumë përshtatshme, pasi është shumë pikante, shumë pikante, është tej mase. Themi që është më pikante se speci djegës ku ne... Dhe ndihet, Mandi, dhe po të shkosh në restorantet indiane, ndihet ajo aroma e fort e këtyre erëzave. Pasi gatuan me shumë erëza. Atëre, shtojmë mishin e pulës, do shtojmë pak krip, pasi shtojmë mishin, ndërkohë që shtojmë mishin, shtojmë karotën, selinon, pasi janë më të fortë se speci për të skuqur, të prera julien. Ndërkohë që Iva ka vërdis mishin e pulës bashkë me perimet, unë po merrem me përgatitjen e mollës. Pra Mandi, receta ka këto përbërës? Ka këto përbërës. Këto janë përbërësit kryesor të kësaj recete. Në rrasë do të qëndronim strikte, le të themi recetës, duhet kemi pikërisht të përbërës. E me që jemi tek përbërësit, të rikujtojmë dhe njerë, falenderojmë Xhangollin, i cili na jep mundësi për blerjen e këtyre përbërësve. Atëherë Iva, unë po merrem me mollën. Prej mollën në kubik, jo në julien. Molla duhet prerë në kubik. Mjafton një gjysmë molle. Ndërkohë Iva mund të shtojmë dhe specat, si të kuqin dhe shilin që ne kemi. Speci kuq. Pra si fillim hedhim karotën dhe selinon, pasi janë dhe pak më të forta. Pak më të forta në brendësi të vetë, është zezavate më e fortë. Dërsa speci kuq dhe shilja më të butë, bëhen më shpejt. Pasi të ka vërdisën të gjitha së bashku, do shtojmë dhe molla, ku i kemi pothuajse të përfunduar përbërësit. Pasi nuk duhen të jenë të zira, të skuqura shumë, pasi duhen pak të forta, të bëhet fjalë për perimet. Fakti që e përmendë dhe theksove që nuk kërkon një buljon ose perimesh ose mishi. Nuk kërkon, pasi ne kemi të përbërësit. Ne kemi gjitha, nuk është se në nevojitet. Kemi bio. Për shien e kemi... Kemi bio, nuk në nevojitet fare, ku dhe buljoni që ne përgatisim, si në rastin e pulës ose të perimeve, ne kemi, pulën e kemi, perimet e kemi, se duhet të shtojnë koncentrate ose lëngë. Ne kemi këtu, nuk kemi arsye pse të shtojnë fare. Duke i shtuar ato na bëhet më e fortë shija e buljonit, e lëngut.
Atëre, mendoj që i kemi gati përbërësit. Edhim dhe mollën. Shtëm dhe mollën, që i kemi prerë në copa, ose në kubik. Do ta shuhem me verë. Kam përshtimin që do dali pjatë shumë bukur, se ka shumë ngjyra. Ngjyra ku dhe pluri keri i thyen atë larmin e ngjyrave. Shtëm dhe pak krip sërish, që të ndihmojnë dhe perimet të zbutën. Pasi pak më përpara shtuam vetëm për mishin, për të marinuar mishin. Atëherë ka ardhur momenti të shtojmë verë. Kemi shtuar verë, e lëm pak të marrin shijen e verës. Dhe shtojmë pak. Hedhim dhe ujin. Mandi, po t'i shohim përbërësit. Molla e shile dim që është pak si afët. Kemi perimet, kemi selinon, kemi dhe tani do të shtojmë plurin keri, që është duke që është tip produkti bazë. Po, por është pak kështu si e djegse, po, është pikante. Pikante. Gjithë ky bashkim shijesh, si ka mundsi, kaq mirë ndërthuren me njëra tjetrën? Ndërthuren shumë mirë ku speci, siç tham, ka shijen e vet. Ka jeshile dhe kuqi kanë të veta. Molla e shile ka shijen e vet të afërt. Atëherë, kemi karotën, kemi selinon, ku kada ato kanë shijen e afërt. Tani do shtojmë dhe kërpullën. Kërpulla duket sikur është i vetmi produkt pak më i lehtë për të gatuar, është më e butë. Gjithmonë pasi shtojmë mollën në fund, e shuajmë me verë, shtojmë pak të themi lëngë pule ose ujë, në rastin se kemi të gjitha perimet siç i kemi në këtë recetë, do shtojmë ujë, pasi nuk na nevojitet për të shtuar buljon. Duke pasur të gjitha produktet që neve na nevojiten, nuk ka fare arsye pse të shtojmë buljon. Shtojmë ujë dhe ndërkohë që janë vista dhe teleshikuesit po na ndjekin nga ekrani Albania Screen, le t'i rikujtojmë edhe një herë se cila ishte receta që kemi rekomanduar për sot dhe përbërësit kryesor. Quhet pul keri, ku përbërësit janë mishi i pulës, në këtë rast ne kemi fileto, bëhet dhe me pjesët e tjera, por duke i marrë vetëm tulin, duke zhveshur nga kockat. Në këtë rast ne kemi fileto, kishim karot të prerë julien, kishim spec të kuq të prerë julien, spec jeshil, kishim selino të prerë julien, kishim mollën, jeshile, kishim dhe kërpullën që kemi prerë në feta, kërpullë të freskët. Në fillim kemi shtuar gjalp në tigan, pasi shtuar gjalpin kemi shtuar mishin e pulës të prerë në fije. Pasi shtuar mishin e pulës, kemi shtuar karotën dhe selinon, ku janë produkte pak më të forta. Të kërkojnë më një proces më të gjatë. Më gjatë gatimi. Pasi shtuam kërpullën, karotën dhe selinon, kemi shtuar specat, të jeshilin dhe të kuqen. Kemi shtuar mollën më pas, e kemi shojtur me verë, kemi shtuar pak ujë, kemi shtuar pluru keri dhe kemi shtuar kërpullat që i kemi prerë në feta. Kërpullat të freskëta. Kemi shtuar pak krip dhe piper. Dhe tani jemi gjatë fundit dhe na mbetet për të shtuar vetëm pak pana për të bërë më kremoze salsa. Dhe është e vërtet, po të shohim tani pothuajse të përgatitur këtë recetë, ngjason totalisht me atë që ka shohim në restorante indiane. Në përgjithësi ngjyrat janë të njëjta, aroma ndihet tashmë. Produktet kanë ruajtur ngjyrën e vet, dhe produktet kanë ruajtur ngjyrën. Pasi ne nuk i ka vërdisëm shumë iva, i kemi lënë pak sa për të ruajtur ngjyrën dhe duke u zier, ato ruajnë dhe ngjyrën prapë. Megjithatë Mandi, për shembull, kam përshtypjen që indianët edhe për spagetin përdorin të njëjtën linjë. Patjetër. Gatimi. Po, patjetër. Dhe po të shikosh edhe pjatat e servirura në restorante indiane kanë pothuajse të njëjtën përbërës. Thjesht mund të jenë pak baza mishit apo ndoshta mishi mund të thyet me mishin. Do thënë në këtë rast ne kemi pul, ato mund të gatuhen me mish viçi, se normalisht deri nuk e konsumojnë. Po. Pulin e përdorin jashtëmase. Është e çuditshme që pavarësisht që tashmë kemi mundësi zgjedhjesh. Kemi mundësi shumë të mëdha zgjedhje, megjithatë kam përshtypjen që sërish ende nuk jemi dot në fazën e shijimit. Jemi goxha mbrapa. Totalisht të jemi goxha mbrapa me fazën e. Nuk e di, ndoshta shqiptarët nuk para i pëlqen këtë gatim. Nuk para. Unë në ambientin ku unë në institutin ku unë punoj që është jap mësim,
do bënim këto recet para goxha kohësh që unë kisha përzgjedhur për nxënësit. Dhe duke i thënë që këto përbërës përshtaten me një tjetrin ku molla përshtatet, u habitën, si ka mundësi që molla shkon me plurin kerri, me mishin e pulës, se nuk e dini, normalisht dhe unë kur nuk e di, nuk mund të them. Dhe u habitën, kur pastaj e provuan që ne gatuam atje, u habitën dhe thamë bravo. Që shkonin mirë me njëri tjetrin. Megjithatë, madje kam përshtypjen që edhe në shije është e vështirë që ne të përshtaten. Patjetër, është goxha e vështirë, ku ne nuk kemi mësuar me këto shije. Nuk kemi mësuar. Nuk kemi mësuar me këtë lloj gatimi. Është pak e vështirë për të arritur në atë fazë. Tani Iva, them që jemi gati. Jemi në përfundim të recetës që na ka rekomanduar Mandi, shefi në kuzhinës. Fikën dhe zjarrin dhe jemi gati për të serviruar. Dhe kemi rekomanduar sot fileto pule kerri. Fileto pule kerri. Përbërësit shtesë ishin karot, selino, speci kuq, speci shil, kërpull, moll, pana, verë bardh. Ndërsa përbërësit kryesor ishin mishi i pulës dhe fluri kerri. Atër Iva, kanë filluar për të servirur pjatën. Servire gjithmonë në një pjatë të thellë, pasi duhet të servirur dhe në pak lëng. Unë kam gatuar këtu për 3 persona, pasi tu sa herë që unë gatuaj, kemi kameramanët tonë të dashur, ku na mundësen emisionin tonë. Të dëshërën të provojmë pak sa nga recetat. Provojmë recetat që unë gatuaj. Ke një vlerësim kolektiv, Mandi. Patjetër, ja. Mirë. Pra të dashur miq, shohim që jemi në përfundim të recetës që na ka rekomanduar Mandi, shefi në kuzhinës. Kemi të bëjmë një fileto pule kerri. Një recet indiane. Ju a premtoj dhe dje Mandi që sot, si e premte që është, do të çudis, një recet speciale. Dhe vërtet kemi të bëjmë një recet speciale. Pse jo provoni dhe u të gatuani pak sa nga kuzhina indiane, ndoshta do të mësohemi. Patjetër që po, përpiqemi të përshtaten. Këto përbërës që ne kemi këtu, siç dhe receta që përzgjodha unë, i kemi fare mirë në tregjet tona. Janë shumë të lehta të gjendshme. Patjetër që po, plurin kerri mund ta gjejmë fare lehtë në marketet ku ne kemi. Vetëm plurin kerri është perimet patjetër. Fruta tashmë dihet që i kemi dhe të stinës. Mandi, faleminderit dhe të lumshënduar të dashur miq. Keni një fundjavë përpara. Unë ju uroj një fundjavë të këndshme, shpresoj të argëtoheni, të kënaqeni, uroj që dhe koha të jetë shumë e mirë, pse jo? Kështu që do takohemi sërish bashkë ditën e hënë me një sfidë të re, me konkurrent të ri, me receta të reja dhe me të ftuar të ri. Mos harroni, ne jemi vetëm në Albania Screen. Deri atëherë, miru takofshëm. Miru takofshëm.